Përshëndetje të dashur miq, në këtë video do t'ju tregojmë se si të përgatisim brumin e fermentuar në shtëpi për të zënë një bukë të tillë, jo vetëm shumë të shijshme, por edhe shumë të shëndetshme. Nuk e di për ju, por unë personalisht i adhuroj bukët që bëhen me brum të fermentuar. Ky që po shikoni këtu është brum i fermentuar nga lëngu i mollës. Dhe në këtë video do t'ju tregojmë hap pas hapi se si ta përgatisni vetë në kushtet e shtëpisë. Për këtë recet do t'ju duhet një mollë organike, 300 ml ujë i vakët dhe një lugë me mjalt. Sigurohemi që mjaltin ta tresim mirë tek uji i vakët dhe uji i vakët duhet jetë ose uji i filtruar ose uji i zier më parë me qëllim që mos të ketë kripra. Mollën do ta pastrojmë nga farat dhe do ta presim në feta të holla. Fetat e mollës do t'i vendosim në një shishe qelçi ose vazo qelçi, varet se çfarë keni ju më praktike në shtëpitë tuaja, dhe më pas shtojmë ujin e vakët bashkë me mjaltin. Është e rëndësishme që ditën e parë shishen ta lëmë të mbuluar vetëm me një robë me qëllim që të lejojmë ajër për procesin e fermentimit dhe ditët në vazhdim, shishen e mbyllim dhe do ta lëmë në një vend të ngrohtë për 5 deri në 7 ditë. Siç e shikoni, lëngu është fermentuar dhe është gati për të zënë brumin e fermentuar. Në një vazo të bollshme do kullojmë 60 ml lëng të fermentuar dhe do përdorim 60 gram miell. Mielli i parë për brumin e fermentuar duhet jetë me patjetër miell i zi ose miell me hime, pasi ky lloj mielli fermentohet shumë herë më shpejt sesa mielli i bardhë. Unë preferoj që brumin e parë ta lë që të vijë për 48 orë, do me thënë 2 ditë, dhe pas 2 ditëve, kur fermentimi është bërë ashtu siç duhet, brumin fillojmë dhe ushqejmë ditë për ditë. Në ditën e tretë nga vazua do largojmë 60 gram brum dhe për këtë proces pune ju duhet me patjetër një peshore, pasi gramaturat duhet jenë fikse. Në vazo shtojmë 60 gram ujë, uji duhet jetë ujë i filtruar ose ujë i zier më parë, e trazojmë mirë me brumin e ardhur dhe më pas shtojmë miellin. Mielli i dytë nuk ka rëndësi në qoftë se është miell i zi apo miell i bardhë, varet se çfarë ju preferoni. Sigurohemi që brumin ta trazojmë mirë dhe konsistenca e brumit duhet të duket tamam si brum petllash. Do ta lëmë që të vijë në një vend të ngrohtë me kapakun e vendosur përsipër, por jo të mbyllur, dhe këtu jemi në ditën e katërt. Siç e shikoni, brumi është dyfishuar në volum. Një këshill e vlefshme për të gjithë ju që doni të përgatisni brum të fermentuar në shtëpitë tuaja është se gjatë këtij procesi duhet të përdorni me patjetër një lugë silikoni ose lugë druri, pasi lugët metalike ndikojnë në procesin e fermentimit. Në ditën e katërt, nga vazua do heqim gati gjysmën e brumit të fermentuar dhe do ta ruajmë në një enë qelçi në frigorifer, dhe këtë brum mund ta përdorni kur të bëni bukë ose gatime të ndryshme me brum. Fillojmë procesin e ushqimit të brumit të fermentuar duke shtuar fillimisht 60 gram ujë të filtruar, e trazojmë mirë dhe më pas do shtojmë 60 gram miell. Për shumë njerëz, i gjithë ky proces pune mund të duket i gjatë dhe shumë i komplikuar, por në fakt është shumë i thjeshtë. Nuk ju merr më shumë se 5 minuta kohë gjatë ditës tuaj për të patur një tharm të shëndetshëm dhe për të bërë bukë të shëndetshme. Sigurohemi që të vendosim gjithmonë një llastik dhe kjo bëhet për të dalluar ardhjen e brumit gjatë procesit të fermentimit. Këtu jemi në ditën e 5 dhe siç e shikoni, brumi është dyfishuar në volum dhe ka arritur që të fermentohet ashtu siç duhet. Siç e shikoni edhe nga videoa, kur e trazojmë, duket qartazi që brumi është si një organizëm i gjallë. Nga vazua do heqim përsëri gjysmën e brumit dhe do ta ruajmë në një enë qelçi në frigorifer. Këtë brum në fakt mund ta provoni dhe ta përdorni
për të bërë një bukë të vogël dhe të shikoni fuqinë e brumit të fermentuar në rast se e keni gati apo jo për të zënë bukën e parë. Edhe në qoftë se buka e parë me brum të fermentuar nuk ju del edhe aq e mirë, do t'ju vlej për t'ju treguar se sa i fuqishëm është brumi. Brumin do vazhdojmë ta ushqejmë ditë për ditë me 60 gram ujë të filtruar dhe 60 gram miell. Dita e 7 në fakt është dita kur tharmi ose brumi i thartuar arrin pikën e tij maksimale dhe ka fuqinë e duhur për të zënë një bukë ashtu siç duhet. Dhe pas kësaj dite, brumin e keni gati për ta përdorur në gatime të ndryshme siç është bukë, pica, petulla e të tjera. Vetëm mos harroni ta ushqeni pasi brumi i thartuar është një organizëm i gjallë që duhet ushqyer çdo ditë.